Arrestohet i fshehur në Greqi 51 vjeçari shumë kërkuar si antar i grupit të Lajert Haxhiut në Lushnje, i akuzuar si bashkëpunëtor dhe në vrasjen e tregtarit të makinave Besnik Hida, e kryer në vitin 2019 në qytetin Myzeqar. I arrestuari është Ardian Ahmetaj, i cili po vuante prej vitit 2020 një dënim në Greqi me 11 vite burgim për armbajtje pa leje në rrethana të rënduese, i dhënë nga gjykata e Athinës. Policia e shtetit konfirmoi operacionin e kryer në Pire dhe ka nisur procedurat e ekstradimit të tij. Operacioni është koduar Wanted dhe Ahmetaj ka qenë i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Hida u vra teksa pinte kafe, ndërsa përveç Ahmetajt, si autor akuzohen edhe Lajert Haxhiu dhe Orgez Bilbili. Motivi i krimit mendohet se është hakmarrja. Ahmetaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Fierit në vitin 2023 ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vrasje me dashje kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje armëve të zjarrit dhe municionit. Ai dyshohet se në vitin 2019 në Lushnje në bashkëpunim me të akuzuarin si kreu i organizatës kriminale Lajert Haxhiu, i arrestuar dhe ekstraduar pun nga Greqia dhe Orgez Bilbili, po i arrestuar dhe dënuar, kanë vrarë me armë zjarri Besnik Hidën. Një Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me Interpol Athinën me qëllim ekstradimin e shtetasit në Shqipëri, njoftoi policia. Lajert Haxhiu, Orgez Bilbili dhe Ardian Ahmetaj, të 3 persona me precedent penal, akuzohen se janë 3 autorët e vrasjes së 40 vjeçarit Besnik Hida 6 vite më parë në Lushnje. Policia e zbardhi vrasjen nga analizimi i qelizave telefonike, pamjeve të kamerave të sigurisë dhe dëshmive të reja. Tregtari i makinave Besnik Hida u ekzekutua teksa me 1 tetor 2019, teksa ishte duke pirë kafe në një lokal në lagjen Skënder Libohova, në qytetin e Lushnjës mëngjesin e datës së 1 tetorit 2019. Vrasësit në ato kohë ishin me maska dhe përdorën një makinë, të cilën ja kishin grabitur një çifti në Tiranë. Hida ishte daja i Zamir Latifit, të riut që u vra aksidentalisht me 11 tetor 2017 në të ashtu quajturën masakra e Lushnjës, teksa shënjestër ishte Gjulio Shkurti, nipi Aldo Barës. Përgjatë 3 viteve në vijim, 40 vjeçari vijonte të kërkonte drejtësi për nipin, por u eliminua dhe vetë. Orgez Bilbili, 33 vjeç, është i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e 2017-s bashkë me Anterio Kaloshi, ndërsa Ardian Ahmetaj, 49 vjeç, aktualisht ndodhet në burg në Greqi, i arrestuar në 2020 dhe i dënuar me 11 vite burg nga gjykata e Athinës për armbajtje pa leje në rrethana rënduese.